Llogaridhënia. A do të ketë procedura disiplinore në të gjitha këto raste ku vlerësohet që gjykatësit nuk janë duke i përmbushur obligimet e tyre karshi ligjit, karshi politikave të cilat janë të miratuara nga Këshilli Gjyqësor? Tani në kuadrin e kompetencave të kryetarit gjykatës, një nga kompetencat janë pikërisht edhe zbatimi i përgjegjësisë disiplinore që e përmendet dhe ne në çdo rast që vlerësojmë që këto janë rrethana subjektive apo neglizhencë të gjyqtarit, ne do të jemi të gatshëm të marrëm përballë të gjitha kompetencat ligjore që ne kemi në dispozicion. Dhe ideja jonë është që të arrijmë objektivat tona, po në njëjtën kohë nuk do ta amnestojmë këdo që pamundson arritjen e këtyre objektivave për shkak të neglizhencave eventuale subjektive. Kryetar, a e keni një parashikim konkret se sa përqind do të arrini që t'i ulni lëndët e vjetara brenda vitit parë? E tham edhe në fillim të kësaj interviste që objektivi kryesor është pikërisht ulja e numrit lëndëve të vjetra. Megjithatë nuk kisha me dhënë një përqindje të saktë, kjo për shkak shumë faktorëve. Spari ju e specifikuam edhe më herët që secila lëndë që është më shumë se 2 vite e vjetër, sipas strategjive të Këshillit të Gjyqësor llogaritet lëndë e vjetër. Dhe tash meqense se ne kemi hyrë në një vit të ri kalendarik, duhet pa se tash sapo na del numri sakt i lëndëve të vjetra e pastaj të kemi edhe një objektiv të qartë se sa mund të jetë objektivi jonë për uljen e numrit në përqindje të këtyre lëndëve të vjetra.